Samiti i komunitetit politik në Ekuador, të cilit liderët e Europës do të zbarkojnë në Tiranë, ka bërë që policia të hartoj masa të rrepta sigurie për mbarvajtjen e procesit. Samiti zhvillohet me 16 maj, por uniformat blu do të nisin zbatimin e masave që në datën 14 dhe 15, masa që lidhen me bllokimin e disa akseve rrugore dhe ndalimin e parkimit të mjeteve. Policia do të nisë me ndalimin e qarkullimit të mjeteve dhe të këmbësorëve në zonën ku do të zhvillohet samiti në sheshin Skenderbej si dhe akset rreth tij. Nga ora 06 deri në 18 të datës 16/5/2025 do të jeti pa aksesueshëm nga këmbësorët dhe mjetet i gjithë perimetri i sheshit Skenderbej ku do të zhvillohet aktiviteti, perimetri i cili përfshin nga kryqëzimi i bulevardit Jean d'Arc te kryqëzimi i rrugës Myslimshyri, nga kryqëzimi i rrugës Ibrahim Rugova me Myslimshyrin deri te kryqëzimi i bulevardit Dëshmorët e Komit në urën e bulevardit. Në planin e masave janë parashikuar dhe bllokimet e plota për mjetet. Në datë 15/5/2025, nga ora 8 deri në 24 do të ketë bllokim të plotë të lëvizjes së automjeteve në intervalin e kohës së lëvizjes së delegacioneve në aksin rrugor Aeroport Nën Tereza, Rinas, hyrje në autostradën e re Tuman Kashar, autostradën Durrës-Tiranë, mbi kalimin e Kasharit, kryqëzimi te ish sheshi Shqiponja, Unaz e re, rreth rrotullimi Saukut, rrugë Elbasanit. Të njëjtat rrugë do të bllokojnë edhe ditën e 16 majit nga ora 6:30 deri në orën 11:30, duke vijuar me pas me masa të tjera. Në datë 16/5/2025, nga ora 13 deri 18 do të ketë bllokim të plotë të lëvizjes së automjeteve në aksin rrugor sheshi Skenderbej, rruga George Bush, rruga Elbasanit, rreth rrotullimi Sauk i vjetër, Unaza e re, Krau Astir, autostrada Tiranë-Durrës, autostrada e re Tuman Kashar dhe aeroporti Rinis, pra jemi në momentin e thimit. Policia apelon qytetarët që të përdorin rrugët alternative për të mos rënduar trafikun dhe të shmangin rrugët e bllokuara.